Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Kultura është ajo që na mbetet kur të gjitha të tjerat harrohen dhe sot kemi fatin të bisedojmë me dikë që këtë maksim e ka kthyer në mision jete. Mimoza Hasani Plana, e nderuar me titullin ambasadore e kulturës nga shteti bullgar, po ndërton ura njerëzore aty ku dikur kishte distancë. Nga përkujdesja për ruajtjen e gjuhës në Madricën e largët deri te bashkëpunimet e reja në Prishtinë, ajo na dëshmon se si përmes artit dhe trashëgimisë ne mund të gjejmë gjuhën e përbashkët me të tjerat. Mirë se na erdhe Mimoza. Mirë se gjeta, Ardiana. Mimoza, tani do ta zbërthejmë apo do ta zbulojmë këtë mision që e ke për këtë bashkëpunim kulturor që e përmenda në hyrje. Mimoza, çfarë bën këtë titull të veçantë, interesant? Faleminderit, Ardiana, për ftesën. Është shumë kënaqësi të vinë RTK gjithmonë, sidomos kur të shoh ty, që tipike ndoshta prezantuese për kulturë, cilën edhe mua ma bën më dashur. Faleminderit, të nderuar. Akordimi i këtij çmimi si ambasadore kulturës bullgare 2025, i cili çdo vit të ndahet nga Radio Kombëtare e Bullgarisë në patronatin e presidencës bullgare, është një përgjegjësi shumë e madhe për mua, por në anën tjetër është edhe një respekt i madh njerëzor edhe profesional, për shkak se puna ime shumë e gjatë në krijimin e raporteve kulturore dhe dialogut kulturor ndërmjet dy popujve aty të Kosovës, do të thënë shqiptarëve dhe bullgarëve, është nderuar me këtë çmim në një mënyrë krejt e papritur dhe në një kohë krejt e papritur. Për mua është respekt dhe përgjegjësi. Është përgjegjësi për shkak që kjo edhe më tej më shtyn që ta ruaj vullnetin dhe dëshirën e mirë për të promovuar kulturën, letërsinë e dy kombeve, të cilët, siç e përmendë në hyrje, për shekur me radhë kanë pas kontakte të mira, ndoshta prej, mund të them edhe prej pavarësisë, para pavarësisë së Shqipërisë, kur ka funksionuar shumë mirë kolonia shqiptare në Sofje, edhe vazhdojnë akoma, të mund t'i rikthej ose t'i forcoj edhe më tej këto ndërlidhje kulturore arsimore, është respekt, po në anën tjetër dhe përgjegjësi. Po. Mimoza, cila është ajo pika më e fortë që mendon në këtë mandat, dhe pse më tregove paraprakisht që nuk është mandat, po në këtë periudhë që do të jesh më angazhuar, që synon ta realizosh? Angazhimi im që nga fillimi, kur unë u lidha me Bullgarinë pak më shumë përmes studimeve në Sofje, 2016, që po mbushën tash 10 vjet, ka pas të bëjë në fushën e arsimit të lartë, krijimin e marrëdhënieve ndërmjet universiteteve, akademive edhe dialogut ndërkulturor. Si rrjedhojë e këtij bashkëpunimi, deri tash, përveç që kam përfunduar 6 vite studimeve atje, doktorale dhe postdoktorale, kam pas mundësinë që të ligjëroj në Universitetin e Sofjes, Shën Klementi Ohrit, në Universitetin e Plovdivit, Pajisje Lendarske, pastaj kam ligjëruar në Universitetin e Veliko Tërnovës, Shën Kirili dhe Metodi, kam marrë pjesë edhe në konferenca në Universitetin e Blagoevgradit, dhe në anën tjetër kemi realizuar konferenca shkencore në Prishtinë, ku profesorët edhe hulumtuesit bullgar kanë qenë pjesë e këtyre konferencave. Pastaj kemi pas shkëmbime ndërmjet studentëve të Universitetit të Prishtinës, studentëve të Universitetit të Sofjes edhe të Veliko Tërnovës në Prishtinë dhe ana Sjeltas, përmes programeve të shkëmbimit, si Erasmus+, pastaj CEPOS, që janë kryesisht programe të BE-s për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë, kulturën shqiptare. Mandej, Ardiana, kam punuar edhe për promovimin e letërsisë shqipe në gjuhën bullgare, që nuk kupton përkthimin e letërsisë shqipe në bullgarisht, promovimin e përkthyesve bullgar, të cilët në vazhdimsi kanë përkthyer deri tash diku mbi 100 autor të letërsisë shqipe në bullgarisht, që është një kontribut shumë i madh. Dhe kur i mendoj gjithë këto, me të vërtetë po them, a është kjo një periudhë 10 vjeçare? Dhe së fundi kam realizuar 2 projekte, një projekt shkencor që ka qenë ndoshta më i madhi për nga hulumtimi, për shkak të hulumtimit mbi veprimtarinë e profesorit të parë të gjuhës shqipe në Universitetin e Sofjes, Toma Kacori, që është një shqiptar nga Korça, ka qenë, nuk jeton më,
dhe ka emigruar si fëmijë në Sofje, por asnjëherë nuk i ka shkput lidhjes me gjuhën, me kulturën shqiptare, dhe në vitet e 60-ta i bëhet profesori i parë në Universitetin e Sofjes, që me të vërtetë është një arritur që të ketë albanologji atje për mbi 50 vjetë. Dhe dyta është Mandrica. Pasi që të kalojmë të Mandrica, i përmende gjithë këto ura. Po. Ndërkulturore mes dy shteteve. Cila është ajo ura e radhës? Tash pra jemi në korek në prag të seminarit për gjuhën, letërsinë, kulturën shqiptare, ku profesorët nga Bullgaria gjithmonë kanë qenë pjesë e këtij seminari, edhe studentët. Mandej nga këta student, aktualisht ne kemi diplomat në ambasadën bullgare në Prishtinë, në ambasadën bullgare në Tiranë, kemi gazetare prezantues në Radio Bullgari në gjuhën shqipe, të cilët janë nxënës të këtij seminari nga Universiteti i Sofjes, Shën Klementi Ohrit, po si vjet vinë për herë të parë studentët nga Veliko Tërnovo. Veliko Tërnovo është një qendër kulturore bullgare, po është edhe trashëgimisë historike kulturore dhe shpirtërore, për shkak se ka qenë qendër e perandorisë bullgare, dhe ne bashkë me dy kolegë nga Departamenti i Gazetarisë në Fakultetin e Filologjisë dhe një kolege nga Departamenti i Frëngjishtës, frankofone është ajo, kemi qenë me një program të Erasmus Plus si vjet në maj, kështu që studentët kanë shprehur shumë interesim të vinë këto, edhe si vjet ky universitet ku gjuha shqipe nuk është aq e fuqishme, mësimi i gjuhës shqipe nuk është aq i fuqishëm sa në Sofje, megjithatë po marrin pjesë në këtë seminar. Po kjo nuk është e tëra, për shkak që aktualisht profesor dhe poet nga Kosova janë në proces të përkthimit të veprës së tyre poetike nga profesorët të Universitetit të Sofjes, edhe pritet promovimi i tyre në shtator-tetor, edhe bashkëpunimi pastaj shkencor i cili ndodh nëpërmjet konferencave. Është shumë i ngjeshur. Kemi në programin e ballkanistikës, aty ku unë jam profesoresh të Fakultetin e Filologjisë, ne kemi filluar vitin e kaluar me kurse të mësimit të gjuhës bullgare si gjuhë e dytë ballkanike, dhe në qendrën e gjuhëve brenda në fakultet, ku është i kënaqur shumë numri i studentëve, edhe është i studentëve bachelor e deri në doktorat. Madje 2 studente të doktoraturës në filologji si vjet po marrin pjesë në seminarin për gjuhën dhe kulturën bullgare, që mbahet në gjysmën e dytë korrikut, të cilat ndjekin kurset e bullgarishtës këto dhe njësoj si studentët e tyre që vinë te ne, këto do të shkojnë atje për herë të parë. Thotë kjo është një bashkëpunim që rezulton nga, si më thënë, nga fuqizimi ose intensifikimi i raporteve arsimore, kulturore dhe shkencore ndërmjet dy vendeve. Në përgjigjen paraprake përmende Mandricën. Çka mund të mësojmë prej Mandricës ne si popull? Shumë çka, Ardian. Është Mandrica kur e vizitova i ka tejkalu pritshmëritë e mia. E kisha mendu si një fshat që i ngjan pak fshatrave arbreshe në Zar, edhe pak i ngjan fshatrave arbreshe në Itali, ku shkova në Bullgari 2016 për herë të parë, edhe 10 vjet kohë me vizitu këtë fshat, kur e shkova për herë të parë ishte krejt komplet ndryshe. Gjatë tyre 10 vjetëve unë vizitova Arbanasin. Arbanasi toponim shqiptar, sigurisht, afër Veliko Tërnovës. Kur shkoj atje, me dëshirën që të bëj një reportazh, sepse edhe unë edhe pse kam kaluar në arsim të lartë, jam shumë e lidhur me gazetarinë dhe kujtoj që gazetaria është një metodë e imja punës së përditshme në gjitha sferat tjera. Shkoj atje edhe kështu arkitektura e shtëpive duket pak që ka elemente që i ngjan jugut të Shqipërisë, sepse shqiptarët në Bullgari vinë nga jugu i Shqipërisë, sipas rrëfimeve gojdhënave. Atje nuk e takoj asnjë pjesëtar të komunitetit. Madje, do të thotë, bisedat që bëja me fshatarët ishte që po, do të thotë, këtu kanë jetuar shqiptar, por që për shkak të luftrave ballkanike, kështu kanë emigruar të gjithë dhe shqiptarët e Ukrainës tregojnë që e kanë prejardhje nga këto fshatra. Edhe në një kohë unë shkëputa pak, jo pse më humbi vullneti ose diçka ngjajshëm, po thash kjo qenë ka një ëndër që dikur kanë qenë fshatra shqiptare. Edhe vitin e kaluar, do të aplikova në një projekt të Ministrisë së Arsimit, që ka qenë për projekte të vogla shkencore,
edhe sidomos shumë e frymzuar nga Fakulteti i Filologjisë, ku tash edhe mbaj mësim në Universitetin e Prishtinës, cilët do të thotë nxisin ose na frymzojnë për implementimin e projekteve, aplikova. Ishte shumë rrugë e gjatë dhe kur shkova atje, pamja ishte komplet surreale. Arkitektura e shtëpive dallon nga fshatra tjera, edhe ta krijon një ndjesi që ti je dikun në fshatrat thella të Shqipërisë të Kosovës. Shtëpit janë dykatëshe, po të cilat janë të ndërtuara me qerpeç, kështu prej baltës, shtëpit vjetra, po janë shumë të bukura, madje disa prej tyre kanë pas edhe pishina në bërë. Që kjo tregon që shqiptarët në atë fshat e kanë pas mirëqenien shumë të mirë. Edhe ato ishin rujt në atë formë si të konzervume, po pyetja e parë që shtrova pse. Pse ndodh që njerëzit tonë akoma në këto shtëpi? Na mbrim natën vonë, dhe kur qova në mëngjes, ishte e dielë dhe thamë po shkojmë në ceremoninë në Kish, për shkak se ata i përkasin komunitetit ortodoks, edhe kur shkuam atje, gati nuk e takuam askënd. Kjo ka qenë një farë, një ndjenjë edhe dhe mshurie dhe nostalgjie që ka ndodhur me këta njerëz. Po kishte mbishkrime gjuhë shqipe? Ka pasë mbishkrime të cilat janë rujt, të thot me dhe më të vjetra, po ka akoma. Pastaj para se do të fillon të mblidhen aty banorët, që ishin kryesisht të moshës së tretë, sepse gjeneratat e reja kishin shku me tu në Sofje, me tu në Plovdiv, ose ato qytetet të parafërta. Edhe shumë interesant se banorët e kanë rujt gjuhën shqipe, po një dialekt të shqipës shumë të vjetër, edhe kur fillon me fol me ta, ata janë shumë krenarë dhe thonë që na po flasim shqip. Edhe na themi, po dhe na po flasim shqip. Ndërka që, si me thonë, komunikimin e mirëfillt e kemi pak vështirë. Befasi tjetër ka qenë që ata 400 vjetë jetojnë atje. Edhe 400 vjetë që akoma t'i ruajnë traditat edhe kulturën edhe traditat për shembull të ushqimit, të këngëve. Vallët i kanë edhe me elemente bullgare, ceremonitë e dasmës, ceremoni dhe me thonë mortore, takimet me njëri tjetrin, respektin për mikun, e kanë të njëjtin si që kemi edhe ne akoma të të kanë rritë. Di si, masi e përmendëm se jemi tek letërsia, gjete punime me atë dialekt? Gjeta, për shembull, unë hulumtova paka shumë te folklori, që më kanë interesu shumë intervistat gojore dhe vatmirësisht i takova banor që i këndojnë këngë. Bile ka qeni banor aty mbi 90 vjetë Kosta, edhe tha unë du me këndu Elbasanin, se kemi prejardhe prej Elbasanit, edhe po e këndon këngën Vajta në Elbasan, edhe unë e pyeta, thash, po si tu ka duk të Elbasani, ashtë si te kënga, tha unë s'kom shku asë njëherë. Ardian do të vjen në seminar si vjetë, do të vjen, do me thonë në ngosht, po edhe është shumë mirë dhe për mediat, për me pas mundësimi për cilë. Edhe e mira tjetër është aty se e gjeta një fjalor. Një fjalor i cili është i hartum prej banorëve të fshatit, një profesoreshe, i cila e to në Plovdiv, për unë thët fjalor i dialektit të Shqipës së Mandricës, edhe standarti dhe gjuha bullgare. Kështu që ky fjalor na ka ndihmu shumë. Na ka ndihmu shumë neve që po bënim studimet ka fusha e folklorit në letërsi dhe atyre që po bënim studimet gjuhësore. Pastaj, ata e ka një bibliotek, pak, me thonë, edhe brenda kishës edhe në familjet e tyre kanë disa autor, mirë po nuk është e zhvilluar letërsia që vjen nga Mandrica. Letërsia shqipe është e zhvilluar në Sofje. Dhe ajo është zhvilluar të brezat e më vonë të emigrimit, sepse emigrantët shqiptarë në Mandricë kryesisht janë marrë në bujqësi dhe ndërtimtari. Ndërka që emigrantët sheku i më vonë, ata e zhvillojnë letërsinë në Sofje, që mandej është një zhvillim paralel, por nuk është i përafërt me njëri tjetrin. Moza, ne jemi në fund të intervistës, kaluan shpejt këto 15 minuta. Është kënaqësi të dëgjosh që shteti bulgar kontribon në ruajtjen e identitetit të personave me origjinë shqiptare, në ruajtjen e kulturës dhe gjitha këto. Dhe uroj që prej ati fjallori që e përmende që e keni gjetur atje, me siguri që do të dalin edhe shumë punime, do të dalin shumë vepra që do të botohen dhe do t'ju kemi në studio, shpresoj që do të flasim edhe më gjërësisht, apo më saktësisht, apo më detajisht për disa gjëra interesante nga ai fshat. Dhe kaloftë dhe mirë,
do të thotë gjithë këto verore që i keni këto aktivitete si kamp verore, gjitha këto tjera. Faleminderit. Shumë faleminderit Ardiana për vëmendjen tuaj. Faleminderit shumë Joza. Baleti Kombëtar i Kosovës do të prezantohet në Graz të Austrisë me shfaqjen Terminal, një vepër që trajton temën e lëvizjes, tranzicionit dhe transformimit njerëzor. Shfaqja koncepton terminalin se një hapësirë kundër thurrën, takimet, ndarjet dhe fillimet e reja, ndërsa trupi i njeriut shndërrohet në një metaforë të kujtesës, emocioneve dhe ndryshimeve të vazhdueshme. Përmes gjuhës së vallëzimit bashkëkohor, Terminal eksploron përvojën njerëzore si një udhëtim të pandërprerë mes lëvizjes dhe ndalesës, duke kthyer skenën në një hapësirë reflektimi mbi ndryshimin dhe identitetin, thuhet mes tjerash në njoftim. Filharmonia e Kosovës do të përmbyllë sezonin artistik 2025-2026 me koncertin festiv Americana në drejtimin e dirigentit të saj të nderit Toshio Yanagisawa, i cili do të mbahet sonte duke filluar nga ora 20:30 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Koncerti i këtij viti kushtohet muzikës amerikane dhe organizohet në kuadër të shënimit të 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas njoftimit të Filharmonisë së Kosovës, programi do të sjellë një përzgjedhje veprash nga disa prej kompozitorëve më të njohur amerikan, përfshirë Leonard Bernstein dhe George Gershwin, duke ofruar një udhëtim muzikor përmes ritmeve, tingujve dhe traditës së pasur artistike amerikane. Americana synon të pasqyrojë diversitetin kulturor, kreativitetin dhe ndikimin që muzika amerikane ka ushtruar në skenën botërore, duke ndërthurur energjinë e qyteteve amerikane me elegancën e repertorit simfonik, dhe ky koncert të shënon përmbylljen e një sezoni tjetër artistik. DokuFest ka shpallur filmat në kategorinë ngaruese të edicionit të 25 jubilar. Nga 3687 filma të dërguar për shqyrtim, janë përgjedhur 104 filma që do të garojnë në 8 kategori. Filma dokumentar dhe të shkurtër vijnë nga e gjithë bota, ndërsa disa prej tyre do të shfaqen si premiera botërore, ndërkombëtare dhe evropiane. Festivali do të mbahet nga 7 deri më 15 gusht në qendrën historike të Prizrenit dhe të kinemas Abiqarshi. Drejtori artistik i DokuFestit Veton Nur Kollari tha se filmat e sivjetme trajtojnë sfidat kryesore të kohës si luftrat, mbrojtja e pyjeve, militarizimi i policisë, nxehtësia ekstreme dhe shkrirja e akullnajave. DokuFest njoftoi se në ditët në vijim do të publikojë edhe programet e tjera, përfshirë View from the World, Country in Focus, antarët e jurive, masterclassat dhe performancat muzikore. Instituti i Historisë Ali Hadri ka njoftuar botimin e vëllimit Kriza lindore 1875-1878 dhe shqiptarët. Akte nga konferenca shkencore 24 tetor 2025, të botuar në Prishtinë gjatë vitit 2026. Botimi përmbledh kumtesat e konferencës organizuar nga Instituti i Historisë Ali Hadri në bashkëpunim me Institutin e Historisë pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Studimet trajtojnë zhvillimet politike dhe diplomatike të krizës lindore, pasojat e luftës ruso-osmane, ndryshimet gjeopolitike në Ballkan, si dhe pozitën e shqiptarëve në raport me perandorinë osmane, fuqitë e mëdha dhe proceset që quan drejt formimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Komuna e Pejës ka shpallur thirrje publike për organizatat jo qeveritare që dëshirojnë të organizojnë dhe realizojnë festivalin e letërsisë në këtë qytet. Thirrja synon të mbështesë një ngjarje që promovon letërsinë, kulturën e leximit, krijimtarinë letrare dhe dialogun kulturor, duke bashkuar shkrimtar, poet, studiues, artist dhe dashamirës të librit nga Kosova dhe rajoni. Projekt propozimet mund të përfshijnë takime me autor, promovime librash, lexime poetike, panele diskutime, punëtori të shkrimit kreativ, si dhe aktivitete për fëmijë, të rinj dhe iniciativa të tjera inovative që pasurojnë programin e festivalit. Të drejtë aplikimi kanë organizatat jo qeveritare të regjistruara në Kosovë me përvojë në organizimin e aktiviteteve kulturore, artistike ose edukative, të cilat nuk kanë përfituar subvencione nga Komuna e Pejës gjatë vitit 2026. Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 17 korrekt të këtij viti në sportelet e Komunës së Pejës.
Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur për ditën e sotme. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.